Do ta bëj të detajuar, dramatik dhe tërheqës, duke krijuar një rrëfim që të mbajë lexuesin i ngjitur deri në fund. Ja fillimi i pjesës së parë. Familja më talli për varfërinë time. Pastaj i fejuari i motrës zbuloi për avionin tim privat. Gjithçka kishte nisur si një tjetër ditë e zakonshme në shtëpinë tonë. Familja ime, me një ndjenjë të qartë superioriteti, nuk u mbiste asnjë rast për të më tallur. O i varfër, si gjithmonë nuk ka asgjë të ndin. Dëgjoja shpesh herë nga goja e motrës sime ose nga ëma, ndërsa babai më shihte me një përzierje humori dhe zhgënjimi. Në sytë e tyre, unë isha gjithmonë ai që nuk mund të arrinte asgjë. Një njeri që jetonte vetëm me ëndrat e tij dhe pak lek në xhep. Por shumë vite, kjo realitet më shndërroi në një njeri të qetë, që mësoi të mos kundërshtonte. Por brenda meje, një flak kishte vazhduar të digjej, një dëshirë për të treguar se çdo gjë që shihnin ata nuk ishte fundi im. Unë punova pa pushim, investova me kujdes, mësova për biznese që të tjerët i shihnin si të pamundura, dhe ndërtova një pasuri që as ata nuk mund ta imagjinonin. Ditën që motra ime më tregoi se po martohej, ndjeva diçka të çuditshme. Një lum i përzier emocionesh, gëzim për të, por dhe shqetësim për se si do të reagonte familja ime. Sidomos pasi fejuari i saj ishte një njeri mjaft i suksesshëm dhe i njohur. Ai ishte një figurë që nuk toleronte të gënjehej dhe gjithmonë donte të dinte të vërtetën. Dita e parë kur e fejuara ime më shtriu dorën për të folur, ishte më shumë një sfidë psikologjike. Familja, natyrisht, nuk mungoi të më tallte, duke u përpjekur ta shfaqte superioritetin e tyre dhe duke e përbuzur çdo gjë që unë kisha arritur. Mos haro, ti je gjithmonë varfër në krahasim me ne, më tha motra ime, duke qeshur me një zë që thjesht përforconte poshtërimin. Por gjithçka ndryshoi në momentin kur i fejuari i motrës, një burr me sy të mprehtë dhe intuitë të jashtëzakonshme për situatat financiare, bëri një koment të rastësishëm. Ai përmendi diçka që nuk e prisja, avionin tim privat. Fillimisht unë u tmerrova. Si mund të dinte ai? Nuk e kisha postuar askund, nuk kisha folur me askënd, dhe kur nuk e kisha bërë të dukshme pasurinë time. Ai, me një buzëqeshje të lehtë dhe të natyrshme, tha: "Duket sikur ke një avion privat, apo po gaboj?" Qetësia e tij dhe mënyra si e tha, krijuan një tension të çuditshëm në dhomë. Familja ime, e cila gjithmonë kishte gjuajtur me ironi mbi varfërinë time, mbeti pa fjalë. Disa prej tyre u përpoqën të fshehin habin, të tjerë shikuan njëri tjetrin me një përzierje konfuzioni dhe turpi. Në ato momente, ndjeva një lloj triumfi të brendshëm që nuk mund ta shpjegoja me fjalë. Nuk ishte vetëm për avionin, por për të gjithë ato vite kur ata më kishin tallur dhe më kishin përbuzur. Tani, çdo ironik e tyre kishte rënë në boshllëk. Ata po përballeshin me të vërtetën që nuk e kishin pritur. Unë nuk isha kurrë ai varfëri, por një njeri që kishte punuar dhe kishte arritur suksesin që ata nuk mund ta kuptonin. U ndjeva një kombinim emocionesh, krenari, hakmarrje e lehtë dhe një qetësi që nuk e kisha ndjer kurrë më parë. I fejuari i motrës, pa dashur, ishte bërë instrumenti i një lloji rehabilitimi social për mua, dhe familja ime e kishte kuptuar se realiteti i tyre i menduar ishte krejtësisht i gabuar. Por nuk ishte vetëm një moment triumfi, ishte gjithashtu një mësim për mua. Pas gjithë atyre viteve të lodhjes dhe përballjes me poshtërime, unë kisha mësuar një të vërtetë të thjeshtë. Fuqia nuk është vetëm në pasuri, por në mënyrën se si e ruan atë dhe si e shfrytëzon atë për të ndikuar jetën tënde dhe të tjerëve. Dhe në këtë rast, fjalët e një njeriu të palidhur me konfliktet tona të brendshme familjare kishin ndryshuar gjithçka. Reagimi i familjes dhe sekreti që nuk e prisnin. Pas asaj dite, atmosfera në shtëpi ndryshoi ndjeshëm, edhe pse nuk e pranonin dot. Familja ime, e cila më kishte tallur për çdo gjë, nga veshja deri tek mënyra e jetesës, tani po përballej me një realitet që nuk mund ta mohoni. Shumë sy u ngulën tek unë, disa me habi të pastër, disa me zili dhe disa thjesht të hutuar. Ata nuk dinin si të silleshin. Nuk ishte më e thjeshtë të më quajnë i varfëri, kur e dinin që unë kisha mundësi që ata kur nuk e kishin imagjinuar. Motra ime, e cila deri pak minuta më parë më kishte tallur me një të qeshur të ftohtë, po përpiqej të mbante një fytyrë neutrale, por nuk mund ta fshihte habin që shfaqej në sytë e saj. Ajo shikonte të fejuarin e saj, duke u munduar të kuptonte se çfarë kishte ndodhur. I fejuari, nga ana tjetër, nuk humbi asnjë detaj. Ai ishte njeri i mençur dhe i vëmendshëm ndaj detajeve. Një buzëqeshje e lehtë qëndronte mbi fytyrën e tij, një shenjë e qartë se ai kishte kuptuar më shumë se sa familja mendonte. Ndërkohë, unë qëndroja i qetë, duke përjetuar një ndjesi të çuditshme triumfi. Nuk kisha nevojë të flisja shumë. Fjalët e tij, thjesht duke përmendur avionin tim, kishin bërë punën për mua.
Çdo tallje, çdo koment i hidhur, çdo gjest i përbuzjes së tyre, tani duke i vogël dhe i parëndësishëm. Disa ditë më pas, biseda mes meje dhe të fejuarit të motrës u bë më e thellë. Ai ishte një njeri i drejtë dhe i sinqert, dhe më pyeti për disa gjëra që kisha arritur. Nuk ishte kurioz për të më gjykuar, por për të kuptuar historinë time dhe për të kuptuar si kisha arritur të krijoja suksesin tim. Kjo bisedë më bëri të ndjeja një lehtësim të jashtëzakonshëm, sepse mund të flisja lirshëm për përpjekjet e mia pa u ndjerë gjykuar. I tregova se si kisha filluar me shumë pak mjete, si kisha investuar çdo qindark me kujdes, si kisha mësuar për tregjet, bizneset dhe mundësitë që shumica e njerëzve nuk i shohin. E fejuara ime dëgjonte çdo fjalë, me një respekt që më mbushte zemrën me krenari. Ajo e kuptonte se pas çdo momenti të vështirë dhe çdo poshtërimi, kishte qëndruar një njeri që nuk dorëzohej kurrë. Familja, nga ana tjetër, filloi të shfaqte shenja nervoze. Ata nuk e prisnin këtë nivel të suksesit tim dhe nuk dinin si të reagojnë. Disa prej tyre përpiqeshin të minimizonin realitetin, duke thënë: "Sigurisht mund të ketë disa gjëra, por nuk është siç duket." Por çdo fjalë e tyre duke e zbehtë dhe e paqëndrueshme, sepse e vërteta ishte aty, e dukshme dhe e pakundërshtueshme. Ndërkohë, unë vendosa të përdor këtë situatë për të ndërtuar ura dhe jo për të hakmarrë. Nuk doja të tregoja pasurinë time për t'i poshtëruar, por për të treguar se përpjekja dhe durimi kanë shpërblime. Fillova të ndaj ide dhe këshilla me të fejuarin e motrës, i cili më pyeste shpesh se si mund të krijonte mundësi më të mira për të ardhmen e tij dhe për investime të mençura. Kjo bisede e bënte gjithçka më të qetë dhe më të mençur. Nuk ishte një lojë fuqie, por një shkëmbim i vërtet mësimesh. Motra ime, nga ana tjetër, filloi të ndryshonte ngadalë perceptimin për mua. Ajo filloi të shikonte me respekt, më shumë se sa me zili. Një ditë, ajo më tha: "Nuk e kisha menduar kurrë se do arrije kaq shumë." Tani kuptoi se gjithçka që më thoje nuk ishte vetëm fjalë, por kishte një kuptim. Këto fjalë, të thjeshta por të fuqishme, ishin një shpërblim për të gjitha ato vite kur isha injoruar dhe tallur. I fejuari i saj, gjithmonë i matur, më pyeti për disa detaje praktike, si menaxhoja jetën time financiare dhe si kisha vendosur prioritetet. Ai e shihte suksesin tim si një proces dhe jo si fat të papritur. Dhe unë ndjeva se kjo bisedë, përtej çdo aspekti material, po ndihmonte të ndërtohej një respekt i vërtet dhe i ndershëm midis nesh. Por historia nuk ndali këtu. Në ditët që pasuan, disa fjalë për avionin tim filluan të qarkullonin edhe jashtë familjes. Miq dhe të njohur filluan të shfaqnin kuriozitet, dhe kjo bëri që disa anëtar të familjes të ndihen të pasigurt. Ata filluan të kuptojnë se varfëria që më kishin atribuar nuk ishte kurrë një realitet. Ishte vetëm një perceptim që ata kishin krijuar për të mbajtur veten lart në sytë e miqve dhe shoqërisë. Në këtë periudhë, unë mësoja gjithashtu një mësim tjetër të rëndësishëm. Fuqia reale nuk qëndron te pasuria që posedon, por te mënyra se si e përdor atë për të ndikuar jetën tënde dhe të tjerëve. Për këtë arsye, unë fillova të planifikoj projekte ku mund të ndihmoja të rinjt që, si unë dikur, nuk kishin mundësi të dukshme për të ndjekur ëndrat e tyre. Në këtë mënyrë, historia e avionit tim dhe reagimi i familjes nuk ishte vetëm një triumf personal. Ishte një pikë kthese, një moment reflektimi për të gjithë ne. Ata më panë si më i forti dhe më i mençuri, jo për shkak të pasurisë, por për shkak të durimit, përpjekjes dhe vizionit që kisha ndërtuar mbi vite. Zbulimi i plotë dhe reagimi që nuk prisnin. Ditët kalonin, por tensioni në familje nuk largohej. Çdo gjest i tyre, çdo fjalë thënë ose e përgjuar, kishte një dozë të dukshme pasigurie. Ata nuk mund të pranonin lehtësisht se ai që deri dje ishte tallur si i varfëri, kishte mundësi që ata nuk do të arrinin kurrë. Unë, nga ana ime, ndiqja gjithçka me qetësi. Nuk kishte më nevojë të kundërshtoja. Realiteti ishte aty, dhe e fejuara e motrës, me një qetësi dhe mençuri të natyrshme, vetëm përforconte faktin se unë isha në një pozicion të fortë. Një pasdite, kur të gjithë ishin mbledhur për darkë, një bisedë e zakonshme mori një kthes që askush nuk e prisnin. I fejuari i motrës, i qetë dhe me sy të mpret, pyeti diçka të thjeshtë, por që kishte rëndësi të madhe. Mund të më tregoni se si funksionon ky avion privat që u përmend? Një heshtje e çuditshme mbërtheu tavolinën. Familja ime u ngrit pak nga vendet, disa shikuan njëri tjetrin pa fjalë, ndërsa unë qëndroja i qetë, gati për të treguar historinë time. Avioni im privat, fillova, duke zgjedhur fjalët me kujdes, nuk është diçka që e bleva për të treguar pasurinë. Është rezultat i viteve të punës, sakrificës dhe investimeve të mençura. Nuk ishte lehtë të arrija këtu ku jam,
por çdo hap kishte një plan dhe një qëllim. Familja ime nuk e kishte menduar kurrë se unë do flisja kaq hapur. Disa sy ushtrin mbi mua me një përzierje turpi dhe habie, ndërsa të tjerë tentuan të minimizonin fjalët e mia me buzëqeshje të trilluara. Por unë vazhdova. Çdo investim, çdo vendim i zgjuar, çdo mundësi e shfrytëzuar ka sjell këtë rezultat. Nuk është fat, nuk është rastësi, është punë dhe vizion. I fejuari i motrës më shikoi me një respekt të qartë dhe tha: "Duket se gjithçka ka kuptim. Të paktën tani kuptoj se disa gjëra që dukeshin të pamundura për të tjerët, për ty ishin normale." Këto fjalë ishin një konfirmim i asaj që unë gjithmonë kisha ditur. Nuk ishte e rëndësishme të tregoja gjithçka për të fituar respektin, por të tregoja aftësinë dhe vendosmërinë. Pastaj ndodhi momenti që nuk do ta harroj kurrë. Një nga anëtarët më skeptik të familjes, ai që më kishte tallur më së shumti, i tha me zë të ulët: "Pra ti nuk ishe kurrë i varfër?" Një qetësi mbërtheu dhomën. Për pak sekonda, askush nuk foli. Më pas, një buzëqeshje e lehtë u shfaq në fytyrën time. "Jo," ju përgjigja me qetësi. "Unë kurrë nuk kam qenë i varfër në mënyrën që mendonit ju. Thjesht nuk kisha pasur mundësitë që disa prej jush kishin. Por kjo nuk do të thotë se nuk mund t'i krijoja vetë." Motra ime, e cila kishte qenë gjithmonë më kritike dhe skeptike ndaj meje, ju afrua dhe më tha: "Nuk e prisja kurrë këtë, por tani e kuptoj se nuk ka rëndësi çfarë thon të tjerët. Rëndësi ka vendosmëria dhe durimi yt." Kjo ishte një njohje që më ngrohu shpirtin. Nuk ishte vetëm triumfi i pasurisë, por edhe i respektit të fituar pas vite shtalljeje dhe poshtërimi. I fejuari i motrës më pyeti pastaj për mënyrën se si e kisha organizuar gjithçka. Ai dëshironte të mësonte për menaxhimin e pasurisë, për zgjedhjet e investimeve dhe për mënyrën se si mendoja për të ardhmen. Kjo ishte një bisedë që më bëri të ndjeja se jo vetëm kisha fituar respektin e familjes, por po ndihmoja edhe dikë tjetër të kuptonte se si mund të arrijë suksesin me strategji dhe vizion. Pasi biseda për avionin përfundoi, një ndryshim i dukshëm u shfaq në familje. Ata nuk flisnin më për varfëri ose inferioritet. Në vend të kësaj, filluan të më pyesnin për këshilla, për mënyrat si mund të përmirësonin jetën e tyre dhe për projekte që mund të ndërtonin. Kjo ishte një përmbysje e plotë e situatës që kishte ekzistuar për kaq shumë vite. Por unë e dija se historia nuk ishte vetëm për avionin apo për pasurinë materiale. Ishte një histori për durimin, për punën, për sakrificën dhe për aftësinë për të qëndruar i fortë përballë talljes dhe poshtërimit. Ishte një histori për të treguar se suksesin nuk e mat vetëm pasuria, por edhe vizioni dhe vendosmëria që e çon një njeri përpara, pavarësisht nga paragjykimet e të tjerëve. Në fund të kësaj dite, ndjeva një lehtësim të madh. Nuk ishte hakmarrja ajo që ndjeva, por një qetësi e vërtetë. Ata kishin mësuar se nuk mund të gjykonin një libër vetëm nga pamja e jashtme. Ata kishin parë me sytë e tyre se ajo që shikohej si varfëri ishte vetëm një pjesë e perceptimit, dhe që pas çdo sfide të vështirë, ekziston mundësia për të krijuar diçka madhështore. Përplasja familjare dhe zbulimi që ndryshoi gjithçka. Ditët pas bisedës për avionin tim u bën më të tensionuara se kurrë. Familja ime, e cila deri dje më kishte tallur pa pushim, filloi të sillet në mënyra të çuditshme. Shumë prej tyre përpiqeshin të kuptonin se si kisha arritur kaq shumë. Disa ishin të habitur, të tjerë ndjeheshin të kërcënuar nga pozicioni im i ri, dhe disa filluan të mendojnë se mund të më rrëzonin me kritika ose ironi, por tani pa asnjë efekt. Motra ime, e cila kishte qenë gjithmonë zëri më kritik dhe më tallës, tani duke e hutuar. Një kombinim i respektit dhe habis ndriçonte fytyrën e saj. Ajo e kuptonte se çdo fjalë tallëse që kishte thënë kishte qenë kota, dhe çdo paragjykim që kishte pasur ishte shkatëruar nga realiteti që qëndronte para syve të saj. Ndërkohë, i fejuari i saj, me qetësinë karakteristike, qëndronte pranë saj dhe vështronte situatën me një mënyrë të matur dhe të mençur. Ai nuk ndërhynte, por çdo gjest dhe çdo fjalë e tij dukej se kishte një peshë të madhe. Një ditë, gjatë një mbledhjeje familjare, babai im tentoi të shprehte mendimin e tij. "Po mirë, ky avion nuk është diçka normale për një njeri si ti," tha ai me një ton që përpiqej të mbante autoritetin. Por kjo nuk ndikoi as pak. Unë qesha lehtë dhe ju përgjigja me qetësi: "Bab, nuk ka gjë të jashtëzakonshme. Është thjesht rezultati i punës, planifikimit dhe vendimeve të zgjuara. Nuk është fat, nuk është dhuratë, është rezultati i viteve të sakrificës dhe investimeve të mençura." Ky moment ishte një pikë kthese. Babai ime, i cili gjithmonë kishte qenë skeptik dhe kritik ndaj çdo gjëje që kisha arritur, nuk mund të gjente një argument për të kundërshtuar.
Ai u hesht, dhe shikimi i tij tregonte një kombinim habie dhe respekti të papritur. I fejuari i motrës, me një buzëqeshje të lehtë, ndërhyri: "Më pëlqen qasja jote." Shumë njerëz nuk kuptojnë se suksesin e krijon vetë, dhe jo fat ose rastësi. Ai e ka ndërtuar me strategji dhe vizion, dhe kjo është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Këto fjalë shkatëruan çdo mbrojtje që familja kishte ngritur kundër meje. Ata filluan të kuptojnë se jo vetëm që kisha sukses, por e bëja këtë me integritet dhe mençuri. Nuk ishte vetëm një pasuri që i tunte ata, por një mënyrë jete dhe mënyrë të menduari që ata nuk e kishin parë kurrë. Motra ime më afrohet më vonë dhe më thot: "Deri tani, gjithçka që kemi bërë ishte e gabuar. Të kemi tallur dhe paragjykuar, dhe nuk e kuptuam kur fuqinë dhe vendosmërinë tënde. Tani e kuptoj se të gjithë këto vite kemi qenë të verbër." Këto fjalë më ngrohen shpirtin. Nuk ishte vetëm një njohje, por një ndryshim i thellë brenda saj, një lloj rehabilitimi emocional që nuk mund të blihej me para. Por historia nuk ndalej këtu. Një pasdite, motra ime dhe i fejuari i saj më pyetën në privat për disa projekte që kisha planifikuar. Ata donin të dinin si mund të ndihmonin të rinj që nuk kishin mundësi të ndiqnin ëndrat e tyre. Kjo ishte një moment reflektimi për mua. Nuk ishte më çështje e hakmarrjes ndaj familjes apo provës së superioritetit tim, por për të përdorur atë që kisha krijuar për të ndihmuar të tjerët. Një tjetër situatë dramatike ndodhi kur një nga të afërmit, i cili gjithmonë kishte qenë skeptik dhe i ashpër ndaj meje, vendosi të më sfidoj. "Nëse ky avion dhe pasuria jote janë kaq të mëdha, pse nuk e ke përdorur për të na treguar diçka të mirë neve që kemi qenë gjithmonë me ty?" Një heshtje e thellë mbërtheu dhomën. Unë ju përgjigja me qetësi dhe mençuri, sepse nuk ka kuptim të tregosh pasurinë për të imponuar respekt. Fuqia e vërtet është në mënyrën se si e përdor atë për të ndihmuar të tjerët, për të ndërtuar diçka të qëndrueshme, dhe për të dhënë një shembull se çdo gjë është e mundur me punë, durim dhe vizion. Ky moment ishte kulminacioni i historisë. Familja, për herë të parë, nuk mund të kundërshtonte më asgjë. Ata shikonin një njeri që kishte kaluar të gjitha sfidat dhe poshtërimet, dhe tani qëndronte i qetë, i sigurt dhe i respektuar. I fejuari i motrës, gjithashtu, u bë një dëshmitar i drejtpërdrejt i fuqisë së vërtetë që vjen nga durimi, vizioni dhe vendosmëria. Në atë moment kuptova një të vërtetë themelore. Nuk ka rëndësi se sa të tjerët të kanë tallur ose paragjykuar. Çfarë ka rëndësi është se si ti ndërtosh jetën tënde, si e përdor forcën tënde dhe si ndikon tek të tjerët. Suksesi nuk është vetëm pasuri, por mënyra e të menduarit dhe të vepruarit. Dhe kështu, një kapitull i gjatalljesh dhe paragjykimesh u mbyll, duke lënë vend për respekt, mirëkuptim dhe një mënyrë të re për të parë njëri tjetrin brenda familjes. Nuk ishte vetëm një histori për një avion privat, por për durimin, mençurinë dhe fuqinë e të ndërtuarit një jetë jashtëzakonshme përballë çdo vështirësie. Fundi dhe mësimi që ndryshoi familjen. Pas të gjitha përplasjeve, zbulimeve dhe bisedave që kishin shkundur familjen, një qetësi e re filloi të përhapej në shtëpinë tonë. Nuk ishte një qetësi e zakonshme. Ishte qetësia që vjen nga njohja e të vërtetës dhe respekti i fituar pas viteve të talljes dhe paragjykimeve. Familja ime kishte mësuar, me një mënyrë të hidhur, se nuk mund të gjykosh një njeri nga pamja e jashtme ose nga paraqitja fillestare. Motra ime, e cila kishte qenë gjithmonë kritike dhe skeptike, tani ndihej e ndikuar dhe frymëzuar. Ajo filloi të shikonte më thellë në të ardhmen dhe në potencialin e çdo njeriu. Për herë të parë, ajo nuk e shihte motrën, vëllain apo kushdo tjetër përmes syve të paragjykimit, por përmes syve të mundësive dhe përpjekjes. "Kam kuptuar diçka shumë të rëndësishme," më tha një ditë, ndërsa rim bashkë në balkon. "Nuk ka rëndësi se kush ke qenë dikur, rëndësi ka kush je tani dhe çfarë mund të bësh me jetën tënde." Babai im gjithashtu kishte ndryshuar. Ai filloi të më shikonte me një respekt të ri. Nuk kishte nevojë të fliste shumë. Çdo gjest dhe çdo shikim i tij tregonte një njohje të thellë të asaj që kisha arritur. Ai më pyeti për disa nga planet e mia të ardhshme, duke treguar një interes të sinqert dhe një dëshirë për të kuptuar dhe mbështetur. Ishte një ndryshim që nuk e kisha pritur, por e ndjeva si shpërblim për durimin dhe mençurinë që kisha treguar gjatë gjithë këtyre viteve. I fejuari i motrës, i cili kishte luajtur një rol të veçantë në zbulimin e suksesit tim, tani u bë një mik dhe këshilltar i sinqert. Ai më pyeste shpesh për mënyrën se si kisha menaxhuar jetën time, dhe kjo bisedë nuk ishte vetëm për të mësuar, por edhe për të kuptuar se si njerëzit mund të ndryshojnë perceptimet e tyre për të tjerët dhe të mësojnë të respektojnë suksesin e ndërtuar me përpjekje. Por më e bukura ishte transformimi i familjes në raport me njëri tjetrin.
Tallja dhe paragjykimi ishin zëvendësuar me respekt, mirëkuptim dhe dëshirë për të mbështetur njëri tjetrin. Ata filluan të mësojnë se nuk ka kuptim të krahasosh, të paragjykosh apo të poshtërosh dikë për shkak të situatës financiare apo statusit social. Çdo njeri ka potencialin të krijojë dhe të arrijë gjëra të mëdha, dhe kjo nuk matet vetëm me para ose gjëra materiale. Unë vendosa të përdor këtë sukses për diçka më të madhe. Fillova projekte për të ndihmuar të rinj që nuk kishin mundësi të ndiqnin ëndrat e tyre, duke ofruar mentorim, mbështetje financiare dhe strategji për të zhvilluar aftësitë e tyre. Ishte një mënyrë për të kthyer diçka mbrapsht, për të treguar se pasuria nuk është vetëm për të fituar, por për të ndihmuar dhe frymëzuar të tjerët. Në këtë proces, familja ime gjithashtu filloi të ndryshonte. Ata u bën më të hapur ndaj ideve të reja, më të gatshëm të ndihmojnë dhe të kuptojnë sfidat e të rinjve dhe të tjerëve. Tallja dhe paragjykimi u zëvendësua me mbështetje dhe këshilla, dhe kjo bëri që marrëdhëniet tona të bëheshin më të forta dhe më të sinqerta. Një ditë, motra ime më tha: "Tani kuptoj se gjithçka që ndodhi me ne nuk ishte kundër teje, por një reflektim i pasigurisë sonë. Tani kuptojmë dhe respektojmë përpjekjet dhe vendosmërinë tënde." Këto fjalë më bën të ndjehem krenar, jo për pasurinë materiale, por për mënyrën se si kishte ndryshuar familja dhe mënyra se si ne e shikonim njëri tjetrin. I fejuari i saj shtoi: "Është e bukur të shohësh se si një situatë e thjeshtë mund të ndryshojë perceptimet dhe të krijojë respekt dhe bashkëpunim. Ti ke treguar se suksesin nuk e mat vetëm me para, por me vizion dhe durim." Dhe kështu, historia jon përfundoi me një mësim të madh. Fuqia reale qëndron në durim, vizion, përpjekje dhe mënyrën se si përdor suksesin për të ndihmuar të tjerët. Talljet e së kaluarës u shndëruan në respekt, paragjykimet u shndëruan në kuptim dhe bashkëpunim, dhe marrëdhëniet tona familjare u forcuan në një mënyrë që nuk do të harrohet kurrë. Në fund, nuk ishte vetëm historia e avionit privat, por një histori për triumfin e shpirtit mbi paragjykimin, për fuqinë e durimit dhe vendosmërinë për të ndërtuar një jetë që nuk matet vetëm me pasuri, por me ndikim, respekt dhe dashuri për të tjerët. Ishte një kapitull i ri për familjen tonë, një kapitull i ndërtuar mbi respekt, mirëkuptim dhe frymëzim të përbashkët.